gjithëve, mirë se keni ardhur në Ridibet, kampionatin kombëtar debatit, I cili për të 9 vit radhës I zbatohet nga organizata Liburnetik, me mbështetjen e Agjencisë Kombëtare të Rinisë dhe AMSHC. Ky është edicioni 9 që ne zhvillojmë me të rinjtë e shkollave të mesme. Jemi sot në Elbasan, në salën e Këshillit Bashkiak, I cili na ka mirëpritur, dhe do të kemi 2 skuadra që do të debatojnë në këtë debat, shkollën Tomor Sinani nga Ceriku, një duar tërkitje për ta. Dhe Sami Frashi nga Belshi, një duar tërkitje për ju. Janë 2 skuadra që I rikthehen Ridibet me disa shkëputje për gjatë gjithë këtyre viteve që ne kemi pasur këtë kampionat. Çdo vit mundohemi që t'i përfshim skuadrat që ndoshta nuk kanë qenë në mënyrë të qëndrueshme, kjo jo sepse ne nuk duam që t'i kemi për gjatë gjithë edicioneve, por edhe mundësitë financiare janë ato që ndikojnë në përfshirjen e të gjitha. Megjithatë, atje ku ne mundemi, duam që t'ju kemi të gjithë dhe pikërisht në këtë vit kemi bërë një përzgjedhje sikurse mund ta keni marrë edhe informacionin, por edhe për sa I takon asaj çfarë tash pak më parë, është shumë e rëndësishme që të na ndiqni në rrjetet sociale, ndaj Ridibet në Instagram edhe në Facebook, si dhe në website-in tonë zyrtar ridibet.al. Aty do të gjeni debatet e viteve të kaluara, do të gjeni pak se për çfarë kemi folur në edicionet e kaluara, cilat kanë qenë temat që kemi trajtuar, sikurse do të trajtojmë edhe sot. Tema është duhet të bëhet rrëmbullimi I veçantë I mbetjeve organike I detyrueshëm brenda vitit 2026. Ky debat do të vlerësohet nga unë, Krishniku, drejtuesi I organizatës Liburnetik dhe 2 anëtarët e tjerë të jurisë, Glynxhet Malli, pjesë e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Tiranë dhe Birgjinda Deta, pjesë e organizatës Liburnetik. Një duar tërkitje dhe për ne. Jo më kot, çdo vit bëhemi bashkë për të dëgjuar zëra të rinj, për të dëgjuar argumente të rinj, për të dëgjuar të rinj që kanë dëshirë të përfshihen dhe të jenë pjesë aktive e shoqërisë në tërësi, por edhe pjesë aktive e politikave rinore që ndodhin edhe ndikojnë në atë përditshmërinë tuaj. Pra duhet të jeni shumë aktiv, të kërkoni drejtat tuaja dhe të kërkoni detyrimet që kanë secila bashki që ju takon, dhe pse jo dhe mbështetje. Ndonjëherë duhet edhe kjo. Mirë, ka humbur kohë, do të ndajmë qëndrimin për sa I takon pros dhe kundër, cila do të jetë skuadra që do të mbajë qëndrimin pro dhe cila do të jetë skuadra që mbajnë qëndrimin kundër. Kështu që do të ftoj skuadrën e Belshit në këtë rast, në këtë debat parë, dhe skuadrën e Cerikut për të bërë përzgjedhjen te globi I vogël. Të 2 vajzat që janë lideret të skuadrave, Angela dhe Jessica, te globi. Okej. E drejtojmë nga kamera. Kundër do të jetë skuadra e Jessicas, në mos gaboj. Okej. Dhe pro skuadra e Angelës nga Ceriku. Ja, e mbajmë, faleminderit. Nga ky moment kemi 7 minuta kohë përgatitore, që do të thotë se cili prej jush mund të ndërveprojë me njëri tjetrin për të thurë sigurisht strategjin, si do të flisni, kush do të marrë fjalën I pari, kush do të bëjë mbylljen, kush do të vazhdojë debatin e kështu me radhë. Është në dorën tuaj. Mund të filloni.
skuadrave, 8 antarë do të flasin nga 1 minutë maksimale për secilin për jush, do të filloj skuadra që mban qëndrimin pro, dhe do të pasohet pastaj nga skuadra që mban qëndrimin kundër. Suksese, mund të filloni. Gjatë hulumtimit të kësaj teme, ne kemi vënë informacione se në 9 filla mbetjet organike dekompozohen në kushe anaerobe së bashku me mbetjet inorganike, gjë që bën çlimin dhe emetimin e gazet sera shumë të dëmshëm metanit. Duke i veçuar këto mbetje organike dhe duke përdorur metoda si për shembull kompostimin e tyre, ne mund t'i bëjmë shërbimin ton, si për shembull të përdorim për të rritur ambientet e gjelbëruara. Kjo politik gjitha shumë të justifikohet si një politik për mbrojtjen mjedisore dhe jo vetëm për pastërtinë e mjedisit. Gjë që mund të sjellë edhe mbështetje nga popullsia. Atëherë, ju faleminderit për argumentin, por më duhet ju kundërshtoj, sepse kjo lloj politike është praktikisht e pamundur brenda 2026-s. Arsyet kryesore janë sepse nuk ka mjete të posaçme, si për shembull kontenier, kosha apo më rëndësishmja qendra funksionale kompostimi. Kjo gjë nuk do vetëm në Shqipëri, por në shumë shtete të Ballkanit, sipas organizatës botërore të mjedisit. Po ashtu, vlen për të përmendur dhe fakti se prioriteti politik nuk është pikërisht i fokusuar te kjo pjesë. Pra, është i fokusuar më së tepërmi tek problemet të cilat sjellin pasoja më masive, si për shembull luftrat. Nëse do të shkojmë në spital dhe një person ka temperaturë dhe një tjetër ka hemoragji, ku do t'i jepet prioritet? Normalisht rrezikut më të madh. Ky është një studim i kryer nga Gazeta Europiane dhe po ashtu e aprovuar nga Wikipedia. Dhe do doja t'ju drejtoja një pyetje. A duhet qetësohemi në vërtet për këtë problem, apo duhet t'i japim prioritet më shumë luftrave dhe sfidave që ato sjellin? Mendoj se atëherë unë kuptoj qëndrimin tënd, por nuk bie dakord plotësisht me të, pasi me të vërtetë ne nuk mund të arrijmë në 2026 këtë, por kjo nuk e mohon fakti që nuk duhet t'i japim prioritet kësaj gjëje, pasi në momentin që ne lëm thjesht në letra dhe nuk merrem përgjegjësi kryesore për ta vënë në zbatim këtë gjë, do të kemi higjenë në zonat urbane, e cila nuk është fare e shëndetshme për qytetarët dhe do të ketë aroma të pakëndshme, breca, praninë e insekteve, pranë kontenitorëve dhe këto gjëra do të sjellin dhe pasigurinë dhe mosbesueshmërinë e qytetarëve ndaj bashkisë. Pra, duke i vënë në zbatim këto idenë për të krijuar impjantet për mbetjet, neve do të arrijmë që ta bëjmë të zbatueshme këtë dhe viti 2026 vendos afate reale për arritjen e këtij qëllimi. Pra, në vendeve në punë që të arrijmë aty ku duhet. Nëse ne nuk do kemi një afat real për të arritur këtë qëllim, atëherë nuk do kemi rezultat. Përshëndetje. Grumbullimi i mbetjeve organike është një ide që në pikpamjen e parë duket si një ide shumë funksionale dhe duket si një ide shumë e mirë. Në bazë të studimeve që tregojnë që funksionaliteti i këtij sistemi bazohet plotësisht në vendet ku ai zhvillohet. Duke u bazuar në studimet që kanë bërë Bashkimi Evropian në menaxhimin e mbetjeve organike, tregon se vendet që kanë arritur të kenë një sistem, vendet që kanë arritur që ky sistem të jetë funksional, si mund përmendim Sloveninë ose vende të tjera, nuk e kanë arritur këtë përmes një kohe të shkurtër, por e kanë arritur këtë përmes një kohe të gjatë. Duke u bazuar në kushtet aktuale të Shqipërisë, nëse flasim për Shqipërinë, atëherë gjëja bëhet më e qartë. Shqipëria nuk është në kushtet të cilat kjo ndërhyrje do të ishte e nevojshme, por do të ishte nevojshme kur këto sisteme mungojnë, për shembull ndërgjegjësimi i popullsisë ose kemi institucionet, le të përmendim një shembull i cili është Italia, ku bëhet grumbullimi i mbetjeve organike, dhe ato bashkohen gjatë transportit, gjë që tregon që nuk mjafton vetëm domethënë njerëzit që të jenë ndërgjegjësuar, mjafton që të kemi edhe një politikë të mirë. Faleminderit. Atëherë, unë mendoj se grumbullimi i mbetjeve duhet bëhet i detyrueshëm për shkak të rrezikut të mos riciklimit të mbetjeve si letra dhe plastika, të cilat bashkohen me mbetjet bioorganike.
Mbetjet si plastika dhe letra kontaminohen kur bashkohen me mbetjet bioorganike dhe pësojnë dëmtime dhe ndoten. Për shembull, letrat bëhet e papërdorshme dhe e pariciklueshme, ndërsa plastika kërkon një kosto shumë të lartë për pastrim. Sipas të dhënave të Instatit, në Shqipëri grumbullimi i mbetjeve është i përzierë, i cili rezulton se ndarja e mbetjeve nuk është një kulturë e konsoliduar, e cila çon në dëmtimin e materialeve të riciklueshme, të cilat kontaminohen nga mbetjet organike, duke bërë që shumica e mbetjeve të përfundojnë në landfille dhe të mos përdoren për riciklim. Ndarja është e rëndësishme të bëhet ndarja e mbetjeve që në burim, e cila bën që mbetjet që të rritet jo vetëm sasia e mbetjeve të riciklueshme, por edhe cilësia e tyre, e cila kërkohet edhe në treg. Gjithashtu bëhet dhe mjedisi. Gjithashtu do doja që të citoj referencën se ku Shqipëria e bazon në çfarë referencë? Informacioni. Unë mendoj se grumbullimi i ndarjes mbetjeve organike kërkon një angazhim të përditshëm dhe disiplinë nga të gjithë qytetarët. Sipas Organizatës Botërore të Mjedisit, problemet më të mëdha janë riciklimi si pasojë e pamjaftueshmërisë së pjesëmarrjes nga qytetarët. Gjithashtu një problem tjetër janë të moshuarit. Sipas Organizatës Botërore të Shërbimit, shumë të moshuar përballen me kufizime fizike, të cilat i pengojnë ata në kryen e aktiviteteve të përditshëm. Marrja e këtyre mbetjeve, transporti i tyre në vende të ndryshme është një barë më e madhe për këtë grup mosh. Gjithashtu, sipas përvojave europiane, shumë shtete të ndryshme kanë mungesë në kryen e riciklimit. Për shembull, në Gjermani niveli i riciklimit është rreth 60 deri në 70%, ndërsa në vende të tjera si Greqia, Shqipëria, Rumania dhe Maltë, niveli i riciklimit është rreth 20% nga e përgjithshmja. Në qoftë se ne duam të kryejmë këtë proces pa marrë parasysh këtë grup mosh të moshuarit, atëherë ky sistem nuk do të funksionojë siç duhet, por do të ketë më shumë vështirësi sa përfitime nga ky sistem i rëndësishëm. E kuptoj qasjen tënde mbi të moshuarit dhe mendoj se kur të ndërmerren politika të tilla, do të jep edhe një zgjidhje për të. Unë doja të ngrija një këndvështrim tjetër, që ja vlen të përmendet, se duhet të bëhet e detyrueshme, sepse detyrueshmëria është mënyra më efikase për të ndryshuar në mënyrë të shpejtë dhe masive sjelljen e qytetarëve, të cilët aktualisht nuk janë të mësuar me këtë lloj nisme reforme. Programet vullnetare që kemi aktualisht përfshin kryesisht vetëm një pjesë të popullsisë dhe nëse rregulli bëhet i detyrueshëm dhe shoqërohet me infrastrukturë të duhur, për shembull koshat e posaçëm, orare, udhëzime të qarta, atëherë do të standardizohet sjellja dhe do të mund të kthehet edhe në normë shoqërore, që jep përgjigje pyetjes së se çfarë do të bëhet për marrë të moshuarit, të gjithë komuniteti mund të ndihmojë me ta me anë të punës vullnetare. Sipas të dhënave të publikuara, Grumbullimi i veçantë i mbetjeve organike kundërshtohet edhe për shkak të problemeve me aromë të keqe dhe baktere, të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në cilësinë e jetës së qytetarëve. Mbetjet organike dekompozohen shumë më shpejt se mbetjet e tjera dhe kanë aromë shumë të fortë. Kjo përkeqësohet sidomos gjatë stive të verës dhe kur mbetjet qëndrojnë në kosh për ditë të tëra. Së dyti, kemi dhe prova të marra nga Bashkimi Evropian, ku në shtetet si Itali, qytetarët e Milanos janë ankuar për era të forta gjatë sinëve të verës. Po ashtu edhe në Barcelonë, qytetarët ankohen për insekte, madje edhe në qytete si Berlin dhe Francë, qytetarët kanë pasur ankesa të ngjashme. Kjo tregon se edhe në shtete ku kjo politikë kjo tregon se edhe shtete që kanë pasur këtë politikë për një kohë shumë të gjatë, kanë akoma probleme në menaxhimin e saj. Pra, kjo tregon se grumbullimi i veçantë i mbetjeve organike mund të sjellë më shumë probleme për qytetarët se përfitime, sidomos në zonat urbane. Për të përforcuar, detyrueshmëria duhet të shoqërohet me disa faza. Pra, e rëndësishme është që ligjet i detyrojnë individët, sepse atëherë ata bëhen më përgjegjës, por akoma më e rëndësishme është që të provohet në bizneset më të mëdha apo në qytetet më të mëdha. Duke u mësuar gradualisht, më vonë do të përhapet edhe në qytetet më të vogla, sepse janë më pak të hapur ndaj qasjeve të reja. Prandaj, detyrueshmëria sjell te individët përgjegjësinë, ndërsa ndarja në faza sjell një zgjidhje më të prekshme për çështjen e mbetjeve organike. Pra ndarja në faza sjell organizimin më të mirë. Për shembull, në qytetin ton ekziston një impjant i kompostimit ku unë si qytetare dhe nxënëse kam vëzhguar edhe nga afër dhe shoh minimizimin të ndodhjes në lagje, gjithashtu nuk ka më aq insekte sa ka pasur më përpara dhe gjithashtu
Këto informacione kam marrë nga faqja zyrtare e Bashkisë së Cerrikut. Atëherë përveç të gjithave këtyre që ju thatë, ne duhet të shikojmë pak edhe pjesën e buxhetit tonë, nëse është e mjaftueshme, gjë që kjo në vendin tonë nuk është plotësisht e mjaftueshme, sepse grumbëllimi i veçantë i mbetjeve organike kërkon një punë të saktë dhe të megjithshrueshme, gjithashtu edhe një kosto të lartë si nga bashkia, por edhe nga të gjithë familjet shqiptare. Grumbëllimi i mbetjeve organike do të shkaktojë një kosto të lartë nga bashki, por edhe në zonat urbane që janë në zhvillim. Gjithashtu, të gjitha familjet shqiptare duhet të kenë një kosto për të gjitha shpenzimet e koshave, por duhet të kenë edhe detyra personale që këtë fakt e zbatojnë sa më mirë. Atëherë respektoj mendimin tënd, por më duhet ta kundërshtoj. Në Shqipëri, mbetjet organike përbëjnë rreth 66% të mbetjeve në Shqipëri, sipas website-it mdpi.com. Kjo tregon një burim të madh akoma të pashfrytzuar. Dhe në vend që këto mbetje të përfundojnë në landfill, ato mund të shfrytëzohen shumë mirë në kompost, i cili përdoret për përmirësimin e cilësisë së tokës dhe të bujqësisë. Në këtë mënyrë, komposti kushton më pak se depozitimi në landfill, rreth 50% më pak, dhe duke sjellë të ardhura të mëdha, si dhe komposti mund të shitet deri në 50 euro për ton. Në këtë mënyrë ne nuk po menaxhojmë thjesht mbetjet, por krijojmë një cikël të qëndrueshëm ekonomik. A është më mirë të korposim dhe të paguajmë këto mbetje apo të përdorim dhe të përfitojmë prej tyre? Atëherë, për grumbullimin e mbetjeve organike nuk do të bëhet i detyrueshëm, pasi kërkon, siç e përmendëm pak më parë, një shumë parash dhe kërkon një organizim, sidomos në vendet e caktuara të cilat janë fshatrat, pasi ato nuk kanë infrastrukturën e saktë, pra një infrastrukturë të duhur. Gjithashtu, bashkia duhet të bëjë blerje të koshave dhe të cilësojë një organizim për ndarjen e mbetjeve. Edhe qytetarët duhet të mësohen me ndarjen, duhet të mësohen, pra të edukohen paraprakisht dhe për ndarjen e mbetjeve të caktuara dhe më pas ato të sigurohen që të respektojnë rregullat. Unë besoj se grumbullimi nuk duhet të jetë i detyrueshëm, por duhet të zhvillohet gradualisht, pasi mund të shkaktojë edhe ndonjë problem sistematik. Në fillim është edukimi i qytetarëve dhe më pas ndarja e mbetjeve organike. Unë mendoj që grumbullimi i veçuar i mbetjeve bioorganike duhet të bëhet i detyrueshëm, për shkak se nëse është i detyrueshëm në shoh se çdo qytetar do të marrë pjesë, do të ulë depozitimin e mbetjeve në landfill. Shumica e mbetjeve në landfill janë mbetje bioorganike që vijnë si nga familje, nga biznese ushqimore, nga hotele, nga kafeneri, dhe landfillet nëse mbushet ato do zënë hapësira shumë të kufizuara dhe zhvendosja atyre është konfliktuale, pasi do të përhap ndotjen edhe më tej. Nga disa studime shkencore të publikuara në viteve 2018 nga Science Direct tregojnë se në qoftë se grumbullimi i veçuar i mbetjeve bioorganike bëhet nga çdo qytetar, depozitimi në landfill, masa e depozituar në landfill do të ulet ndjeshëm me 30 deri në 60%. Në qoftë se kjo politikë është zbatuar në vitin 2018 dhe sot jemi në vitin 2026 dhe kemi akoma edhe më shumë mundësi dhe teknologji më të reja, atëherë kjo ulje do të bëhet akoma edhe më e madhe dhe do të kemi akoma më shumë ulje të ndotjes në të gjithë vendin. Siç e përmendëm edhe më parë, qytetarët duhet të mësojnë me rregullat e reja për ndarjen e mbetjeve organike në vendet e caktuara. Kështu siç e kanë dhe vendet europiane, por kjo gjë kërkon një punë shumë të madhe, pasi kjo kulturë ose kjo mënyrë ndarjes së mbetjeve nuk ka qenë në kulturën tonë për një kohë shumë të gjatë dhe detyrimi me një hershëm kësaj kërkon do jetë, le të themi, pamundur për të kryer, pasi do një punë shumë të madhe që qytetarët të ndërgjegjësohen dhe kjo gjithashtu një fenomen që e kam vëzhguar në qytetin tonë, sidomos për vendet rurale, në përfshatra, është hedhja mbetjeve organike në vende të ndryshme, si në për ara, pyje dhe kanale, dhe shumë vende të tjera. Pra qytetarët nuk e kanë akoma të mentalitet që mbetjet duhet të hidhen në një vend të caktuar, por në qoftë se gjen një vend, një copë tokë, le ta themi, ose një vend që nuk e ka njeri, ata e përdorin si pikë grumbullimi për plerat. Dhe kjo gjë është e vështirë për t'u hequr. Atëherë ndarja e mbetjeve organike është një mundësi shumë e mirë. Nëpërmjet këtij procesi mbetjet nuk do të jenë thjesht plehëra dhe të dëmshme për shëndetin,
por do të jenë si kompost, do të shërbejnë si kompost ose si burim energjie. Mund të kthehen në kompost për buqësinë apo edhe në energji nëpërmjet proceseve biologjike. Përveç kësaj, kjo ndarje është shumë e dobishme për faktin që ndihmon individët të krijojnë një përgjegjësi akoma më të theksuar për sa i përket mbrojtjes së mjedisit. Në përfundim të gjithë argumenteve të thëna për grupin ton, ne vazhdojmë të mbajmë qëndrimin pro, duke i shtuar edhe një argument përfaqësues, e rëndësishme është të nisim me hapa të vegjël gjatë vitit 2026. Ne përmendëm që kjo është një gjë e mirë si për ndotjen ashtu edhe për përfitimet ekonomike të shtetit ton. Ndaj sa më shpejt të fillojmë me këtë program, aq më mirë do të jetë për ne. Atëherë, faleminderit për argumentin e dhënë, por më duhet të kundërshtoj. Argumenti tim kundër do doja ta lidha kryesisht me temat reale me të cilat na përball grumbullimi i veçantë i mbetjeve organike. Së pari, në zonat e denta urbane, ky sistem ka nevojë për hapësirë të dedikuara për vendosjen e koshave dhe pika grumbullimit, të cilat shpesh janë tepër të vështira për të menaxhuar në zonat e ngjeshura urbane. Sipas projektit City Loops, për të vendosur një sistem të tillë, duhet të zgjidhet lokocione adekuate për kosha, të merren parasysh nevojat logjistike dhe kapaciteti i grumbullimit, i cili është tepër i vështirë për të menaxhuar në zonat e ngjeshura urbane. Dhe së dyti, sipas organizatës botërore të mjedisit, ky sistem thotë se një herë pas hyrjes në fuqi të këtij sistemi, ka pasur rreth 74% e mbetjeve urbane ende përfundon në landfille ose në iniciarim, pasi infrastruktura të qytetarët ka nevojë për një periudhë të saktuar adaptimi dhe edukimi. Pra në përfundim të këtij debati mund të themi se implementimi praktik kërkon kohë dhe hapësirë dhe na përball me disa sfida reale të cilat janë të pashmangshme. Ju faleminderit. Mirë, shumë faleminderit të dyja skuadrave. Do të vijmë me debatin e dytë, debatin e liderave. Në këtë përballje do të kemi Angelën dhe Jessicën. Përsa i takon njerëz për temave që do të jenë tek Zarfi këtu. E përzgjedh Juria. Gjilda, okay. Atëherë, tema për ju është angazhimi të rinjve në politikë bërjen lokale është i domosdoshëm. Dhe njëherë, angazhimi i të rinjve në politikë bërjen lokale është i domosdoshëm. E mbajtë të shënim. E kuptoni si temë, keni ndonjë pyetje? Okej, atëherë hajde një përzgjedh qëndrimi. A doni që t'ju shpjegojmë pak për çfarë bëhet fjalë? Keni të qartë çfarë do të thotë përfshirja e të rinjve në politikë bërjen lokale? Bingjet, do e shpjegosh pak me qenë se... Angazhimi të rinjve në politikë bërjen lokale është i domosdoshëm. Fillimisht duhet të bëjmë një kuptim termave. Politikë bërja lokale është ajo formë e angazhimit të rinjve e cila ka kryesisht qëllim qasjen lokale, ose të qytetit, ose të lagjes, ose të komunitetit. Pra është më kufizuar në terma geografik, si me thënë. Ndërsa kombëtarja e kuptoni është nivel kombëtar Shqipërie, ose rajonal, ose përtej. Po lokale ka të bëjë me një fushë sporti, me një stol, me një angazhim tjetër. Pra kjo ka të mirat e veta, por nga ana tjetër ka një lloj shpërqendrimi. Pra nëse merresh vetëm me këto gjëra, ikën pjesa tjetër e angazhimit që ndoshta mosha juaj ka më shumë fokus, që janë mësimet, leximi etj. Pra janë të dy anët e medaljes dhe një nga argumentat fiton kush i paraqit më shumë. Po të merresh me politikë bërje nuk do thotë patjetër të jesh me një parti politike. Pra një argument është edhe të jesh me një parti politike, po një argument është edhe të angazhohesh në komunitet ose të angazhohesh me një organizatë shoqërisë civile që lidhet me probleme, debate, organizime, evente, me këshillin rinor, vendor, me këshillin bashkiak qytetit. Pra gjitha këto po jap se terma kështu në ajër, që ju mund t'i ashtu. Po është dhe koha mes, të del koha ty që të merresh me gjitha këto? Pra, sa e shihni ju të rëndësishme përfshirjen tuaj, më falni, në politikë bërjen lokale? Pra nevojat që mund të ketë qyteti, i citoj pak më përpara. Kur flasim qyteti, shkolla, jeta kulturore, artistike, në bashkinë ku ju jetoni. Pra, në të gjitha këto
nevoja apo problematika që mund të ketë bashkia juaj, sa të rëndësishme e shihni ju përfshirjen tuaj? A ka organizma që ju bën ju aktiv apo jo? Pra gjitha këto janë disa pikpyetje apo hinte që mund t'ju shërbejnë për të thur argumentet për të dy vajzat. Okay? A jeni të pjekur ju mjaftueshëm për të marrë politikë? Kjo pastaj do serohet nga dyja vajzat. Mirë? 7 minuta kohë përgatitore. Po, m'fal. Mund vish tani se zgjodhje para Angela. Çfarë? Angela e mori e para, kështu që unë mbaj më të sigurisht Angela apo jo? Okej, ndjes mua atëherë. I tregojmë nga kamera. Pro? Do t'jetë Angela, kundër do t'jetë Jessica. Pra Jessica është kundër përfshirjes së të rinjve, pro është Angela përsa i takon pikërisht të rinjve në përfshirjen e politikë bërjes lokale. Kam një pyetje, ne pjesa tjetër e antarëve mund t'japim mendime apo është thjesht punë liderit? Duke ja kaluar liderit përmes shënimeve. Faleminderit. Në këtë debat pra do të flasim vetëm liderat. Nuk lejohet ndërhyrja e antarëve të tjerë në marrjen e fjalës, pra në dhënien e një argumenti. Ju mund t'i jepni ndihmën duke i shkruar një shtim, një studim, një argument, pro, kundër e kështu me radhë. Nga ky moment keni 7 minuta kohë.
që kemi dëshirë të debatoni, sidomos kur bëhet fjalë për tema të rëndësishme, siç është dhe kjo që do të debatojnë dy vajzat. Në këtë përballje do të keni 4 ndërhyrje, nga 2 minuta për secilën. Jepni më të mirë, edhe ju uroj shumë suksese. Tani mund të vjosh. Atëherë, unë si një ere e qytetit vogël të Sërikut, e shikoj të domosdoshme angazhimin e të rinjve, jo vetëm si ardhmja e një vendi, por e tashme që e çon vendin përpara. Unë jam pjesëtare e qendrës rinore multifunksionale të qytetit të Sërikut, ku bëjmë aktivitete nga më të ndryshme, dhe duke marrë pjesë në këto aktivitete të zhvilluara, kam kuptuar se si ndryshimi vjen pikërisht nga ne të rinjt e një qyteti shumë të vogël, ku zëri ndonjëherë duket sikur nuk dëgjohet aq mjaftueshëm. Këtu citoj formimin e KVR-ve, Këshillave Vendorinor, i cili është funksional në qytetin tonë të Sërikut. Ky këshill lindi si një organ nga nevoja për angazhimin e të rinjve në politikbërjen lokale. Ai është organi që jep mundësi zërave të rinjve të dëgjohen, pasi të rinjt japin opinione reale mbi problematika që hasin në komunitet, problematika që ata i kanë më të prekshme dhe i përjetojnë çdo ditë në komunitetin e tyre. Mendoj që ku problemi ngrihet nga të rinjt, sjell iniciativa të ndërmarra më shpejt dhe zgjidhje të propozuara nga vetë ata. Zgjidhjet janë më reale dhe qasjet për këto zgjidhje drejt këtij problemi do të jenë më efikase, mendoj, dhe më eficiente. Neve si të rinj të qytetit të Sërikut, pasi citova më parë që kemi bërë disa aktivitetet kanë qenë zakonisht me bazë zhvillimin ton personal, kemi marrë pjesë në aktivitete leadershipi, ku neve zhvilloheshim në anën e të folurit, debatimit në publik, dhënies së informacioneve që na duhen për të ngritur zërin ton në komunitet. Të rinjt janë parë gjithmonë si një shtys për ta çuar vendin më përpara. Dhe unë mendoj që duke i dhënë dorën një mendimit të riut sot, ne mund t'i japim dorën një problemi i cili duket sikur ka kohë që nuk gjen dot zgjidhje, por zgjidhja është pikërisht aty, në mesin ton, duke dëgjuar zërat ton, duke bërë problemin më të prekshëm, dhe problemi bëhet më i prekshëm nga ata që e përjetojnë vetë atë. Nuk mund ta bëj dikush që e shikon me një qasje të jashtme. Atëherë, ju falenderoj për argumentin, por ne kemi një qasje ndryshe në lidhje me temën. Mendoj se angazhimi të rinjve në politikbërjen lokale nuk është i domosdoshëm. Ne dim shumë mirë se politikanët në të gjithë botën janë mbi moshën 30 vjeçare. Kjo është pikërisht për shkak se të gjitha politikanët janë me eksperiencë. Dhe tek të rinjt ne shpesh nuk e shohim të eksperiencë. Për çfarë? Pikërisht për arsyeën se mungon trajnimi për këto. Ju përmendët pak më parë që ishit pjesëtar të një organizate të tillë në Cerik, por mendoj se në Shqipëri, në shumicën e vendeve, mungon ky trajnim për këto raste, dhe jo vetëm. Mendoj se të rinjt kanë qasje më shumë tek gjëra të tjera, tek gjëra që në fakt ata i prekin, tek gjëra ku ata mund të argëtohen. Dhe kjo mungesë eksperience çon në dështim të gjithë sistemit. A nuk do të ishte më mirë nëse politika do të qëndronte në duart e më të rriturve dhe fëmijët dhe të rinjt thjesht të shijonin moshën e tyre? Si mendoni? Atëherë, fillimisht, ti më fole për politikanët që janë mbi 30 vjeç, dhe neve në temën tonë kemi politikbërjen lokale. Dhe kemi qasjen tek të rinjt. Dhe nuk mendoj që një njeri quhet 30 vjeç, nuk e di nëse jam gabim apo jo, por që dua të di dhe ku bazohesh ti në momentin që më thua janë mbi 30 vjeç, sepse nuk dëgjova asnjë lloj referencë dhe asnjë lloj burimi të cituar. Atëherë, unë e kundërshtoj plotësisht mendimin tënd dhe mendoj që të rinjt janë ata që bëjnë ndryshimin, dhe ne kemi bërë shkëmbime me qendra të tjera dhe jemi pikërisht rasti që e sjellim këtë në fokus. Një nga shkëmbimet së fundit që ne kemi bërë, ku duket angazhimi të rinjve në politikën lokale, ishte një upshift Erasmus që ne morëm pjesë në Shkup dhe kishim si detyrë të ngrinim një problem shqetësues në shkollën tonë, që ishte pikërisht hapësira sportive, e cila ishte në mungesë, dhe ne si të rinj ishim pikërisht ne që ndërmorëm këtë nisëm për të shkuar në një vend tjetër, për të prezantuar problematikën tonë dhe për të pasur një zgjidhje konkrete dhe reale, e cila do të na ndihmonte që të ishim
me aktivitet fizik më të rregull dhe të ndihmonim dhe komunitetin. Sigurisht sepse shkolla jonë do të ishte e hapur jo vetëm për nxënësit, por edhe për pjesëtarët e tjerë të komunitetit. Kur ne kemi adresuar problemin e mungesës të fushës sportive në shkollën tonë, kemi vënë re që kur problemi ka ardhur nga ne, ka qenë më i besueshëm, ka qenë më konkret. Ata i dëgjonin nevojat tona dhe e kuptonin me të vërtetë shqetësimin që ne kishim dhe pse ne donim ta ngrinim zërin për këtë problematikë. Duke ngritur zërin për të rinovuar këtë fushë sporti, ne arritëm të realizojmë ndërtimin e fushës sportive, e cila do të jetë me përdorim për të gjithë komunitetin. Vlen të theksohet që ne patjetër që kërkuam të ndihmën e bashkisë, pasi fondi ishte i reduktuar. Dhe këtu ne vumre dhe diçka tjetër që përsëri nëse shqetësimi ngriheshe nga ne nxënësit në bashki do të merreshe më në konsiderat se nga një punonjës i bashkisë apo nga një mësues e tjerë si këta. Okej, ju falenderoj tepër shumë për argumentin. Por sërisht i qasë mendimit tim se nuk është i domosdoshëm angazhimi të rinjve në politikë bërjen lokale. Sa për pyetjen që na drejtuat, këtë fakt që politikanët janë mbi moshën 30 vjeçare, kemi marrë në website-in e Komisionit Evropian, ku citohej dhe theksohej thelbësisht se shumica e politikanëve në botë, nuk flasim këtu vetëm për Europën, por në botë, janë mbi moshën 30 vjeçare, me eksperiencë pra. Por do doja të theksoja dhe faktin se shumica e të rinjve ka një ndikim të fortë nga politika. Le të marrim një shembull konkret në Shqipëri. Kam pasur plot raste që ne kemi marrë pjesë në aktivitete të tilla, ku në Shqipëri thjesht mendimi im merret si simbolik. Çfarë dua të them me këtë? Dua të them se mendimi im nuk ka fuqi vendimarrëse. Në shkollën tonë janë krijuar apo janë organizuar plot takime me Këshillin Bashkiak, ku mendimi im ka qenë thjesht për simbolik dhe jo në fakt vendimarrje. Çfarë dua të them me këtë? Dua të them se ne nuk kemi fuqi vendimarrëse, pasi ne, të rinjt, le të themi, përdoremi vazhdimisht si një simbol dhe le të themi përdoremi vazhdimisht nga partitë politike. Pra, në momentin që ata na thonë të shprehim një mendim, ne e shprehim mendimin nga ndikimi që ne kemi për tyre, e shprehim mendimin duke e cituar ato si tonin. Por në fakt, mbrapa të gjithë kësaj perdeje, qëndron një politikan mjaftueshëm i rritur që mendon vetëm për interesat e tij. E kuptoj që mbase jeni pak pesimist, por nuk bie dakord fare me këtë. Nëse pesimizmi fillon nga ne sot, çfarë do të ndodhi me të ardhmen? Nëse ne si të rinj kemi këtë qasje dhe e quajmë veten simbol, që mu duk pak e tepruar edhe e rënd, sepse nëse unë e quaj veten time simbol sot dhe nuk kam asnjë impakt në shoqëri, çfarë do ndodhi nesër? Të rinjt mbas meje, mbas nesh, do ta quajmë veten dhe më keq, pesimizmi do vazhdoj dhe do jemi në gjendje dhe më të rënduar. Atëherë nuk do ndodhi asgjë, asnjë ndryshim në politikë bërjen tonë lokale apo dhe më tej. Për cilat aktivitete e kishit fjalën, në raste konkrete, sepse e kuptova që kishit bërë aktivitete me bashkinë, por nuk një aktivitet konkret nuk dëgjova. Dhe dua të them që në momentin që ju i keni këtë qasje kaq pesimiste, nuk e di si mund ta imagjinoni të ardhmen pa të rinj, sepse në momentin që ti na quan neve simbol, besoj që ke mendimin që të largohesh nga Shqipëria, sepse the një politikan fshihet mbas perdes. Nëse politikani fshihet mbas perdes, jemi ne që e vëm politikanin atje ku është në pushtet, edhe një pjesë e rëndësishme e votave varet nga të rinjt. Prandaj edhe politikbërja sot më shon shumë në këto këshillat vendor rinor apo dhe në qendrat multifunksionale që unë di që janë hapur dhe në qytete të tjera, jo vetëm në Cerikun. Ne kemi vizituar disa qendra, ka qenë qendra rinore në Pogradec, në Durrës, në Lezhë, dhe këto shkëmbime eksperjencash na kanë bërë të kuptojnë që të rinjt kanë mundësi që ta formojnë më shumë veten e tyre, ta aftësohen, ta ngrenë zërin edhe në qytete edhe të vogla dhe pak më të ndaja se ç'është Ceriku në rastin ton konkret. Kështu që
Gjatë viteve të fundit në politik është vënë re pjesëmarrje e mëtejshme e të rinjve në politik, kështu që ti nuk mund thuash që është thjesht një politikan që qëndron mbas perdes, sepse nuk e ku e bazon dhe e mbështet këtë që sapo the. Këto mund të jenë aludime, spekulime, të cilat unë nuk mund të marr mirëqëna. Okej, atëherë organizimi konkret që ne kemi patur ka qenë për monitorimin e trupave ujor dhe ne kemi vënë disa ide, le të themi, kemi shprehur mendimin tonë në lidhje me këtë temë dhe le të themi që ka qenë pak dështim, me pak fjalë. Sepse ato sërish kanë bërë si kanë menduar vetë, mendimi im ishte thjesht një mendim, dhe absolutisht nuk jemi as pak pesimist, por mendoj se të rinjt së pari duhet i nënshtrohen një trajtimi dhe një trajnimi tepër ambicioz përpara se të filloj e gjithë procesi dhe pjesëmarrja në politikë. Sepse të rinjt kanë mungesë stabiliteti dhe fokusi nëse angazhohen në politikë. Kjo është bazuar në një studim që ka kryer një universitet në SBA, ku citohet mjaft qartë se të rinjt nuk e kanë stabilitetin për të qenë pjesë e një politike specifike. Për shembull, nëse organizohet një projekt afatgjat në politikë bërjen lokale apo edhe shtetërore, le të themi. Organizohet një projekt, por ky projekt do minimalisht 7 vite që të zhvillohet. Dhe në qoftë se i riu apo e reja ka atë mendim si shumica jone ka, le të themi, nuk po flasim për minoritetin, por shumicën, kemi të gjithë tendencën për të larguar jashtë vendit. Ky projekt do të mbesë për gjysmë. Pra kjo është pikërisht ajo që unë doja të citoja dhe të theksoja, sepse të rinjt nuk kanë tendencë për të qëndruar. Kanë tendencën për të larguar dhe për të patur një jetë më të mirë jashtë vendit. Flasim gjithmonë për shumicën dhe jo për minoritetet. Po ashtu, kjo lloj Atëherë, fillimisht, dua të kuptoj pak se çfarë doja të thoya me trajtim ambicioz. Pra për çfarë kishe fjalën konkretisht, pasi ishte pak e paqartë për mua. Dhe kur përmendë universitetet, nuk dëgjova një emër konkret të universitetit, pasi vendi që ti përmendë ka shumë universitete dhe nuk mund ta di konkretisht se ku e ke parë këtë statistikë. Dhe gjithashtu e mbylle duke thënë që shumica prej nesh do të largohen, nuk po flas për minoritetet, por përsëri unë nuk jam e sigurt nëse mund ta marr të mirëqen, pasi nuk dëgjova një referencë ku e bazon ti që shumica prej nesh do të largohen. A ke ndonjë statistikë, ndonjë të dhënë që të mua të më vërtetosh që shumica do të largohen, sepse unë konkretisht, për shembull, apo grupi im, nuk duam të largohemi dhe duam që edhe nëse i vazhdojmë studimet në një vend larg Feriku të rikthehemi dhe sillim kontributin ton pikërisht aty. Atëherë, për ta përmbyllur, unë do të vazhdoj të mbaj qëndrimin pro, sepse mendoj që të rinjt me të vërtet ka një rol thelbësor kur vjen puna për të pasur një politikë bërje shumë të mirë lokale. Por nëse të rinjt angazhohen në pjesëmarrje dhe mundohemi bashkërisht për të përmirësuar shoqërinë, s'kemi pse largohemi. Në qoftë se nuk e ngremë zërin sot mjaftueshëm, në qoftë se nuk i shtrojmë çështjet dhe problematikat që na shqetësojnë sot, ato që ne duam dhe besojmë në vërtet, atëherë ku do të arrijmë ne, cili do të jetë përfundimi ynë? Trajnimet na mësojnë ne se si të trajtojmë një problem dhe kur e trajtojmë atë, si duhet ta trajtojmë që për të arritur në një zgjidhje reale dhe konkrete. Pra unë mendoj që duhet pak punë sot, duhet pak besim sot, nuk duhet ai pesimizmi i tepruar, nuk duhen këto mbase trajtime ambicioz, nuk e di se për çfarë kishe fjalën konkretisht, po gjithsesi nuk besoj që sensibilizimi mungon, sepse ne marrim tematika dhe në shkolla, dhe gjithashtu neve në shkollë kemi pasur dhe një problem tjetër për pjesën e ngrohjes dhe kemi adresuar, kemi çuar letër kërkesë në bashki dhe sot shkolla jonë është në rikonstruksion, pra është në shkollat që do të rikonstruktohet. Kjo vjen vetëm nga zëri ynë. Faleminderit. Atëherë ju falenderoj përsëri për argumentin. Doja të thoja se këtë studim, këtë gjë që unë përmenda pak më parë që të rinjt duan të largohen, e ka marrë nga Gazeta Europiane e Emigracionit, sepse doja ta theksoja, por normal efekti kohës. Dhe nuk jemi as pak pesimist, po e theksojmë përsëri,
Por nuk mendoni dhe ju se vendimarrja kërkon pak racionalitet? Mendoj se të rinjt ndikohen më së shumti nga emocione dhe mendimet rrethuese të tyre. Ato kanë më së tepër një jo-qëndrueshmëri. Këtë flasim për për Universitetin Amerikan të Psikologjisë, që thotë që ndodhet në Kalifornia, ku thekson se të rinjt kanë një qëndrueshmëri dhe media i ndryshon kështu atyre mendimin dhe po ashtu familjarët e tyre kanë të bëjnë po ashtu në mendimin e tyre. Pra, le të jemi realist. Le të themi se ti i përmend familjarëve të tu që do të marrësh pjesë në një angazhim politik. Prindërit tanë janë aq të zhgënjur nga politika shqiptare sa thjesht do të thonë që çfarë politike, çfarë lidhje ka politika me ju. Vazhdoni diçka tjetër që nuk ka lidhje me politikën. Prandaj doja të theksoja se ne nuk jemi akoma të përshtatshëm për të përfshirë në politikë, sepse ka akoma gjëra të tjera për të cilat ne duhet të shqetësohemi dhe të fokusohemi. Së pari tek edukimi ynë personal, dhe mos të harxojmë, le të themi në thënza, të harxojmë kohën tonë duke u shqetësuar për politikën, sepse është dikush tjetër që na përfaqëson ne atje. Në përfundim, mendoj se angazhimi të rinjve në politikbërjen lokale sjell mos përdorim dhe mos përqendrim dhe humbje nga jeta e tyre e përditshme dhe angazhimet e tyre në shoqëri, familje e tjerë. Pra, nuk jemi të mundur të bëjmë të gjithë gjërat në të njëjtën kohë. Faleminderit. Mirë, faleminderit dhe vajzat. Ne do mblidhemi, do bëjmë vlerësime dhe do të japim pas pak pikët. Faleminderit.
Dua t'ju falenderoj dhe t'ju përgëzoj, pikë së pari. Më pëlqen, e thash dhe pak më parë që keni dëshirë të përfshiheni në aktivitete të tilla dhe shumë mirë e bëni. Jo të gjithë e ndjejnë të nevojshme përfshirjen e tyre, por ja që ka disa të rinj që duan që t'japin kontributin e tyre në të tilla tavolina diskutimi, le t'i quajmë, sepse këtu lindin edhe problematikat, lindin zgjidhjet, pse jo, të shumë shqetësimeve që ndoshta ne I hasim në përditshmërinë tonë. Kështu që më vjen mirë që ju bëni pjesë e këtyre projekteve. Mbi të gjitha, qëllimi I këtij kampionati nuk është thjesht loja, se ne kemi dashur ta sjellë në formë loje që ju t'jeni dhe më aktive dhe më të përfshirë, por është zhvillimi I mendimit kritik. Çfarë do të thotë? Ju vjeni përballë disa temave që ndoshta në bankat e shkollave mund të trajtohen pak më ndryshe në nivel akademik, por këtu trajtohen edhe më gjerë, por ka edhe më shumë informacion dhe këto ju vlen juve. Sikurse na vlen dhe neve, duke ju bërë pjesë të këtyre projekteve, të cilat I bëm me shumë dëshirë. Udhtojmë për gjithë vitit në qytete ndryshme, njohim të rinj dhe shumë e rëndësishme pjesëmarrja edhe rrjetizimi që ju bëni me njëri tjetrin. E përmendi pak më parë edhe Angela, sikurse përmendi dhe Jessica, dhe dua t'ju përgëzoj dyja vajzave se ishit vërtet në debatin e dytë, realisht mua më ka pëlqyer më së shumti. Jo shpesh ndodh që në një debat liderash të kemi një debat kaq të mirë, kaq spontan, kaq të natyrshëm, kaq kundërveprues, të themi, pra ka një rrjedhë logjike dhe përplasje mendimesh, që është shumë e mirë, se sa të dëgjojmë disa argumente ndoshta të mësuar përmendesh, sikurse ndodhi në debatin e parë. Pati përsëritje, pati lexim. Jo më kot unë e përmenda edhe në fillim të kësaj që evitoni që t'jeni të varur nga leximi. Do thënë gjithë secili nga jush e ka një mendim për sa I takon temës. Dhe statistikat, hyrja direkt në tematik duke përdorur statistikën apo studimin, nuk e bën një argument mirë. Argumenti, sikurse e keni marrë edhe për gjatë trajnimit, duhet të jetë I ndërtuar mbi 3 pika, apo jo? Është ajo formula ARE që e kemi mësuar gjatë trajnimit. Pra duhet të ketë një arsyetim, duhet të ketë një hyrje, duhet të ketë një statistik, pse jo, që përforcon argumentin. Pra ju e përdorni argumentin, argumenti është arma juaj më e mirë, dhe statistika apo studimi ju vlen që ju t'jeni akoma dhe më bindës për atë pjesë të audiencës që ju dëgjon dhe që do t'ju vlerësoj. Hiqini shënimet. Kjo është këshilla e parë, domethënë që neve japim për gjatë gjithë kohës. Realisht, debati I dytë ishte ai që dha pikët përsa I takon kësaj përballje që kishim midis dy shkollave. Kështu që shumë faleminderit dhe ju përgëzoj për përgatitjen. Nuk e di kush do ta marr fjalën, Glinxheti ose... Okej, mirë. Nëse do isha publik, do thoja që dhe nuk do e dija, në fakt, formatin edhe çfarë ju është dhënë juve, do thoja që juve dinit temën e debatit dytë, pra keni ardhur përgatitur me temën e debatit dytë dhe temën e debatit parë ka qenë spontane. Kjo për shkak se e tha dhe Niku pak a shumë, debati I parë që në fakt juve dinit temën, kishit statistikat, kishit paketën që e kishit përvetësuar, si me thënë, ishte një debat që nuk erdhi shumë qartë te ne si dëgjues edhe te ne si juri. Pra nuk kishte një përsëritje të 2-3 faktorëve. Sigurisht kishte përjashtime dhe kishte argumenta të rinj dhe të mirë patjetër, po ishte ajo që nuk na erdhi ne në një debat në një formë të këndshme për të dëgjuar, që të kishte nga njëri debatues te tjetri një përgjigje, një kundërpërgjigje, një argument të ri. Edhe një linjë logjike nga njëshi te teta
nëse do e marrim nga debatuesi i parë te debatuesi i 8. Është ajo që u tha, u lexua shumë, pra shënimet u lexuan ose ishin mësuar përmendësh, dhe unë do i sugjeroja që se kjo është një fazë e parë vetëm pikëzimi në nivel kombëtar, pastaj do kemi një eliminim direkt përballjesh. Këtu nuk kemi eliminim direkt, tu mbledhim pikët. Pra, nëse do i sugjeroja diçka dhe ju ndoshta e keni nevojshme ose dikush e ka të nevojshme që të lexojë diçka, do i sugjeroja që fjalën që ju përgatisni ta shënoni me pika. Pra 4 pika që ju të bazoheni dhe pastaj ju të flisni në bazë të asaj që mendoni edhe të fokusoni vetëm tek pika për të mbajtur orientimin e asaj që doni të thoni. Kishte folës të mirë patjetër të dyja ekipet, pra në nivel ekipesh unë i pash të dyja skuadrat pak a shumë në të njëjtin nivel debati. Çam pëlqeu një gjë që më pëlqeu shumë ishte djali tek ekipi këtu, ishte pa letër fare, foli qartë mendimin e vet, edhe përmendi atë pjesën që ne gjithë e dim që dallimi i qendrave urbane me rurale, në qendra rurale kryesisht, ne nuk e kemi të qartë akoma si shoqëri që duhet të jetë mbetur janë të kosh, e dhimbshme është, po kjo është realiteti, prandaj shohim lumen të ndotur, fusha që janë djerë, po janë të ndotura, pra ishte shumë autentike si çështje, ashtu sikundër kishim edhe nga ekipi kundërshtar shembull nga jeta e përditshme në qytetin e vet, të temës parë flas. Kështu që debati i parë kishte nevojë çik më shumë për pavarësi nga ajo që ju kishit mësuar përmendësh, pavarësi për të kuptuar që ka edhe argumenta të tjerë që ju mund t'i ndërtoni dhe bazuar në atë që shikoni vërdall. U hallakatëm pak të debati i parë sepse tema ishte përcaktuar brenda vitit 2026 dhe mbase disa nga debatuesit nuk e kapën të thelb, disa të tjerë e përcaktuan dhe thanë që 2026 nuk kemi kundër, po 2026 jemi gjanë mes gati të vitit. Ashtu si kundër kishte edhe një kundër përgjigje që u tha që dakor, po ne nëse nuk e bëjmë detyrim përcaktimin sot, do të ta bëjmë kurrë, kështu hajde ta bëjmë edhe t'i japim drejtim. Debati i dytë pastaj, debati i dytë ishte vërtet i këndshëm, siç u tha këtu. Të dy gocat ishin aktive në debat edhe ju kundërpërgjigjen njëra tjetrës, u kapën një dy detaje në sensin që ku është marrë kjo referencë, pra pse edhe ne na bërë përshtypje, nga ana tjetër kishte një përgjigje për këtë, mbase ke lexuar për temat që ke parë në debatet të tjera dhe ke përgatitur 2-3 referenca, gjë që ishte shumë e mirë. Ç'është e vërteta për Jessicën ishte më e vështirë të mbajë qëndrimin kundër për temën. Kjo është arsyeja pse Angela bëri, domethënë e theksoi këtë, jepte shembuj të një pas njëshme mbi angazhimin për kushtet e shkollës, për bashkinë e tjerë dhe kishte vërtet shumë argumenta, po të jemi sinqert, Jessica e përballoi mirë këtë presionin edhe e mbajti mirë në shina temën që në fund të ditës është e mirë që ne të angazhohemi në politikë bërjen lokale, sepse janë hallet edhe shqetësimet që na prekin ne të gjithëve. Do doja që Jessica të fokusojë çik më shumë, e kapi në fund këtë gjën, të fokusojë më shumë te koha, te përkushtimi te edukimi, te vëmendja, te fokusit, po në sensin e shpërqendrimit që mund t'i bëjë një angazhim i tepërt të një njeriu i cili duhet të mësojë matematikën, leximin, gjuhën dhe gjithë lëndët, pra kjo duhet theksoj çik më lart në rend dhe jo të mbyllja. Kjo kaq kisha unë, shumë të mirë gjithë, kështu që shumë suksese në vazhdim edhe forca. Tani mu nuk më lata si gjë. Se kishit e shumë, unë kam vetëm 2 gjëra të vockla. Ju lutem, Wikipedia nuk është burim informacioni, u përmend një herë, nuk është burim i sigurt informacioni, do me thënë, burimet e sigurta të informacionit ua kemi cituar edhe, ua ka cituar Zysha në trajnim, do t'jenë ca me gov, me statistika, që t'jenë nga qeverit, nga organizatat të rëndësishme, e gjitha. Vetëm për ta pas parasysh edhe për veten në vazhdim.
edhe unë kam marrë, keni pas, sidomos në debatin e grupit, një vëmendje të ullët kur flet kundërshtari, sepse e kishit mendjen që çfarë përgjigje do t'i kthejmë ne tani, ose kishte bisedime. Ne u tham mund të çoni shënimet e njëri tjetrit, po jo edhe të flisni. Dhe diçka tjetër duke u munduar që ta mbani mend fjalë për fjalë atë që keni mësuar ndonjëherë dhe e humbet atë forcën e argumentit atë që ke përgatitur. Nuk ka problem se humbet një fjalë rrugës, mos u shqetësoni, vazhdojeni atë që keni për të thënë. Për debatin e liderave ju përgëzoj shumë për shembujt, për gjitha që u mundua dhe dhatë. Ne kemi vendosur që t'ju japim nga 200 pikë secilës nga skuadrat. Kështu që shumë suksese. Mirë, pra, kemi një barazim për së takon pikëve në këtë debat, në këtë sesion, që do të thotë përgatitja juaj ishte në nivelet të kënaqshme dhe deri diku ishit qëndrojnë në atë nivel pra argumentash dhe përgatitje. Kështu që shumë faleminderit, ju uroj suksese dhe ndiqni shembullin e Anxhelës, e cila është pjesë e shumë organizmave rinore, sepse vërtet që është diçka që ja vlen. Shumë faleminderit.